Në Washington, pas disa javësh negociatash të tensionuara, Senati Amerikan ka miratuar projektligjin që do të jap fund mbylljes më të gjatë të qeverisë federale në historinë e Shteteve të Bashkuara. Dokumenti kaloi me një shumicë të thjeshtë për 60 votash pro dhe 40 kundër, ku përveç republikanëve, 8 senatorë demokratë u bashkuan kapit kundërshtar për të mundsuar miratimin. Marrëveshja e arritur parashikon që qeveria të financohej deri në fund të janarit, duke hapur rrugë kthimit në punë se më shumë se 1.4 milion punonjësve federal, të cilët prej tetorit kanë qëndruar në shtëpi ose kanë punuar pa pagesë. Kjo mbyllje konsideruar më gjata në histori të vendit ka ndikuar rënd në funksionin e institucioneve dhe në shërbimet bazë të qytetarëve. Sipas të dhënave të agjencive federale, rreth 41 milion amerikan me të ardhurat të ulta kanë mbetur pa ndihmë ushqimore, ndërsa trafiku ajror është përballur me vonesa dhe anulime masive. Gjatë gjithë ditës së hënë, mbi 2400 fluturime janë anuluar dhe më shumë se 9000 të tjerë janë shtyrë. Presidenti Donald Trump ka sinjalizuar se është i gatshëm të nënshkruajë projektligjin sapo të miratohet nga dhoma e përfaqësuese, duke cilësuar atë si një hap të nevojshëm për rikthimin e funksioneve normale të institucioneve. Në një deklaratë për media, zyrtare të Shtëpisë së Bardhë thonë se prioriteti mbetet rifillimi i punës së agjencive qeveritare dhe zhbllokimi i fondeve për shërbime thelbësore. Ndërkohë, ekspertët paralajmërojnë se nëse mbyllja do të kishte zgjatur më gjatë, efektet ekonomike do të ndiheshin ndjeshëm në çerekun e fundit të vitit, me rrezikun e rënies së ritmit të rritjes ekonomike dhe paralizës në sektorin e transportit ajror.